Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Pak kandidat për deputet e ka numrin 28 në listat e partive politike. Kjo mund të duket si një fat i tyne që mund të ndihmojnë në këto zgjedhje. Zgjedhjet janë me 28 dhjetor, Hajdar Beqa e ka numrin 28 në listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Ai po hy garës, ose i ka hy garës edhe për një mandat si deputet. Kurdo që ka konkuru, ka fitu, përveç në zgjedhjet e fundit. Po synon që të rikthehet në kuvend me disa plane konkrete në mënyrë që qeveria e ardhshme, që sipas PDK-s do të jetë e Bedri Hamzës, të ketë sukses edhe avancim në temat të caktuara. Hajdar Beqa është jurist, është ish luftëtar i UÇK-s, njëri prej luftëtarëve në Z dhe i rinë mosh, i cili garon në këto zgjedhje me numrin 28. Me të do të flasim për disa çështje konkrete. Ajo që do ta nisim është Iber Lepenci. Arsyeja pse do të flasim për Iber Lepencin është skandali i madh i Faruk Mujkës me ministren Artane Rizvanolli dhe punësimet e tyre të palidhshme në këtë ndërmarrje. Hajdari ka qenë drejtor në këtë ndërmarrje vite më parë. Hajdar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Numri 28. Në këto zgjedhje, 28 dhjetor zgjedhjet, a e ke zgjedhat ka ra? Numri 28 më ka ra, më pëlqen si numër, edhe zakonisht me këtë numër e ndi vetën fituesësh, e kam si numër që më sjell fat. Pse sjell fat? E kom pas për shkak 28 e kom pas nëntorit 1912 apo kina është data 28 ka shumë ngjarje shqiptare. 28 nëntori është diçka e madhe për krejt shqiptarët, por e kom pas edhe në vitin 2021, numri 28. Më ka radhë atëherë, numri 28 dhe kom fitu belshëm me atë numër dhe jam i bindur që tani numri 130 është e lufta e madhe që duhet me fitu, kurse në tjertë jem beteja, po prej betejave që do të fiton, jam i bindur që me datën 28 dhjetor do të fiton me mbështetjen e qytetarëve të Republikës Kosovës, të anëtarëve, simpatizantëve dhe mbështetësve gjithandej, dhe me zhvetmi edhe numri 28. Pse po flet me gjuhën e luftës? Jo, nuk po një fat beteja, lufta, konsideroj që Kosova... A halo, s'ke mujt me dalë? Jo, një më dalë, se është mati shumë, isha i rinë atë kohë dhe pak ti ma qitë në mand ma riktheve për shkak të retroaktiv, më ktheve për shkak që e thënë via trosha, se kjo është 26 vite, po flasim atër isha shumë i ri, po Kosova ka pas një rrugë gjatë marrë deri këtu. Edhe asnjëherë nuk ka mujt marrë vetëm. Lufta për më burë liria, fillimisht u dash shumë breza, marrë deri te lufta. E fundit ka qenë ushtria shërbimtare që duhet më ju përkull secilit që ka kontribut, edhe unë jam përveç ata që kanë qenë vit parë të frontit. I gjithë populli shqiptar u ka qenë në luftë, në forma apo tjetër. Kurse po na dim që nuk kishte ndodhur liria pa sakrificën e dëshmorëve, martirëve, familjarëve tyre, veteranëve dhe gjitha pjesëmarrësve në luftë. Mërgatës tonë, cila ka qenë një lloj magje e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, sepse përveç se kanë ardhur vit parë të frontit, kanë financu edhe agjendjen e paraluftës të Kosovës, po edhe luftën për marrë liria. Po një duhet me pas qartë, çfarë do të më lidh që liria nuk i shal pa mbështetjen e partnerëve. Natyrisht. Në këtë rast, as se shtet ndërtimi, 10 vjeçari i dytë, as shpallja pavarësisë, as njohjet, nuk ishin ardhur pa mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në veçanti, Bashkimit Evropian dhe shumë shtete mike në botë që ka Kosova.
kurse tani jem fazën e tretë, mendoj që po flasim 26 vjet mas lufte, dhe një farë forme, kur fola si betej edhe luft, kur fola unë konsideroj që jem në gjendje janë zgjedhje të jashtëzakonshme, që në reale që në të jashtëzakonshme, po unë jam i bindur që Kosova është në gjendje të jashtëzakonshme. Pse është në gjendje të jashtëzakonshme? Kosova është e izoluar. Kosova është e izoluar, pse është e izoluar Kosova? Është e izoluar se kryeministri i cili ka udhëhequr 6 vite nuk ka pas ndonjë partneritet fuqishëm me asnjë shtet mike. Për shembull, është i vetmi kryeministër që nuk ka arrit me shku njerë në shtëpi bardh, nuk ka arrit me pas një fotografi me një president tjetër. Nuk ka shku në shtëpi bardh, se të ke nuk shkojnë aty me thika mbi hartë. Dëgjo, kjo na mund të flasim... Natyrisht se presidenti Trump e demantoi një gjë të tillë me ligjin e fundit ku tha nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka shkembim territoresh. Ai e përmbylli krejt diskutimin dhe konfirmoi që Albin Kurti ishte thjesht në paranoja dhe nuk ishte asnjë provë se në shtëpinë e bardhë do të ndodhë ndarja e Kosovës. Që Kosova është projekt, pavarësisht kush ka ardhur kryeministër, kush ka më shku kryeministër. Unë mendoj që kryeministra duhet me kry punën e vet që më shërbëj qytetarëve me fuqizu subjektivitetin e shtetit. Fatkeqësisht ky kryeministër nuk e ka kry këtë punë. Ky na ka prish urat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na i ka prish urat edhe i ka ftuf raportet me Shtetet e Bashkimit Evropian, fatkeqësisht ky ka ftuf raportet edhe me institucionet e Shqipërisë. Kë nuk ka në raport. Mbi gjitha, dalim edhe aty, mbi gjitha, unë mendoj që e ka shtini, u mundu me shtini përçamje edhe mbrana spektrit politik, por mbrana shoqërisë kosovare, edhe shku deja aty që u mundu me shtini përçamje mes shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe vllazërit dhe motra këtu në Mergat. Do më thonë, ne na duhet një kohë tjetër, na duhet një kryeministër i cili me të vërtet e ka një Kosovë reale, e imagjinare. Edhe nuk i ka dy Kosova, ai është Bedri Homza, e ka një projekt konkret. Projekti Bedri Homzës boron nga kërkesat e qytetarëve, e janë të hartuar nga ekspertë, dhe unë mendoj, edhe besoj, se në kundërtë nuk e them, që Bedri Homza në rrethonet që jemi në kohën që kalo Kosova është njëri ma i duhur për me nxjerr Kosovën nga hendeku që ka fut Albin Kurti me klikën e tine. Do të flasim edhe për këtë, visar nëse më lejon edhe një çështje para se me marr. Kur folem pak për të kaluamën tonë, tha lufta ka qenë shumë moti. Ndërkohë në listën e PDK-s ka shumë luftetarë të UÇK-s, përfshirë themelues të UÇK-s. E kam fjalën për ata që njihen bashkëluftetar të Adem Jasharit. Nëse lufta e UÇK-s qenë ka kaq e largët, ndërkohë në listën e PDK-s ka shumë luftetar të UÇK-s. Jo, apo doni me u shkput prej asaj periudhe, apo po synoni sërish me marrë edhe vota me të kaluaren më të lavdishme që ka pas ky popull ndonjëherë. Bebe, lufta UÇK-s ka qenë e shejtë. Edhe misioni secilit ushtar të ushtrisë kombëtare ka qenë liria. Lirinë e kemi arrit gjithë bashkë për mund sakrifit gjak. Edhe si kapitull u mbyll. Tash duhet me mirëmbajt lirin. Duhet me kontribu prap. Unë e konsideroj veten që në mision timin tani është me këtë kategori që ndodh nga lufta me një veten krenar, familjarët e tyre që kanë pas prindin, ose kanë pas vllon, ose kanë pas dikon në luftë, ose kanë pas dëshmor, edhe duhet me forcu atë kategori edhe familjarët e tyre, duhet me forcu me ligj. Që ti kur ja jep një kartel të veteranit ose të invalidit, ajo kartel me të vërtet me kon kartel që të hapë rrugën, edhe nuk të ofron shërbime shëndetësore, të ofron shërbime në gjitha forma që ti mund një krenar që ki atë kartele. Jo tani, për shembull, të kesh përdoret ajo, përkundrazi. Unë thash ka qenë krejt popullin luftë. Tash ti nëse ku patriotizëm, me heroizëm, në atë kohë, Hajdar Beqa, me dhonë jetën për këtë vend, edhe me dhonë gjymtyr që kom dhonë për këtë vend, me dhonë gjak për këtë vend, sot do të konsideroj patriotizmi më i madh është që qeveria që vjen në kry me Bedri Homzën me kriju një ambient më të mirë,
mi forcu raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me pas raportet mira me Shqipërinë, me vazhdu të synimi jonë, me çu flamuri nuk e bëj, nuk shkon me dëshira, me deklarata, po shkon me veprime, me antarësun në shtetet, në Këshill të Evropës, me qenë kandidat, me qenë edhe me qenë antore NATO-s. Këtu nuk ndodhin vetëm me deklarata dhe me dëshira, po ndodhin me shumë veprime. Kurse, mbi gjitha, ne duhet punojmë të gjithë, që ne kem po që Bedri Omza thot kemi e kon program rritjen e pagave, 50%, në gjitha sektorët, të i përfshirë kategoritë e dollar prej luftës. Kur rritet paga në sektorin publik, rritet edhe në privat, në lineare. E ka në mision tine, mi avletu jetën qytetarëve duke e bërë një politik tjetër, mi ullë taksat për shembull në disa produkte, mi ullë taksat në shportën familjare, për shembull kur e këtë veshen, njëtën ku rrit pagën, njëtën ku i ullë shpenzimet. Kemi mundësin për shembull dete fatura rrymës, do të ullet të eket e vesheja dhe do të ketë gjenerim alternativ të energjisë elektrike. Unë kom qenë për institucione ndryshme, do të flasim edhe për tema tjera, për shembull kom qenë institucione që kom udhëheq që edhe kanë gjeneruar energji elektrike, kur isha kryeshefi i Berlepencit. Fatkeqësisht jam në Isidoro Otellont. Unë kom qenë në komision hetimor për energji elektrike. Ju them me sinqeritet çka kom pa aty. Prokuria kry punën e vetë, nuk du me interferu. Për shembull, kem pas raste VB, në kohë pikut, kena ble energji elektrike me 400 euro megavatin. Njëjtën kohë, për shembull, dikur rreth 19, 18, 20, ku është ngarkesa dhe konsumi më i madh i energjisë, njëjtën kohë gjenerimin ton e kemi shit për 40 euro. Domethënë dikush duhet më marr me këtë punë. Edhe një rast po ta them që e përmend kalimthi me Greqi, kem pas një kompani që ka kry shërbimin në korporatën energjetike të Kosovës nga Greqia. Po, edhe kompjuter rasti Nagip Krasniqi. Te Nagipi kur isha në komision. Komision hetimor. Pe pyeti Nagipin, thash Nagip, zoti Krasniqi thash, a bën me tregu se ku të kesh një kontratë një borimore, duhet me pas mos pari një gjendje të jashtëzakonshme ose diçka emergjente për me thirr kompanitë për një borimore, po çe pas ka ndodhur, po hi ma tutje. Po zakonisht do me kompani që kanë operu në korporat, se ti s'mundesh me ditë kush është i mirë në Kosovë derisa s'ke shpallje publike. Edhe unë e bona një falë informatat i morat mjaftueshëm edhe ishte një kompani prej Athine. Edhe kishte se lidhe në Selanik. Thash, edhe nuk kishte qenë asnjëherë e regjistruar, më parë as nuk kishte qenë në Kosovë kur. Thash, a bën me më tregu veç ç'e ke gjetë, sepse ja ke punën s'po ti, po ç'e ke gjetë çito në Greqi. Ç'e zbulove bashkë në Selanik në Athinë me prunë Kosovë. Edhe tjetra. Çfarë tha? Aja lëdojke që... S'kalzoj se dhe unë e ka prunë. Jo, aja lëdojke që na i kem pasë mesat tash po dalim. Aja lëdojke që është në raporte shumë mira me kryeministrin e asaj kohe me Albin Kurtin, një deputet nga vetëvendosja, që është ka qenë tani deputet, më tha deputet, tha kë reform, tha nuk merret me neve, tha se ka raport ditor me kryeministrin, thash me ne smeret hiç, tha nëse ti mundesh mi thonë ai sa thuj, tha se na nuk kem drejt as mi thonë, tha që s'pesh edhe çështje. Po kjo e konfirmonte se direkt është prej Albin Kurtit, çka u konfirmua me SMS-a. Pastaj u konfirmua një deputet nga rrodhët e vetëvendosjes, i cili sot është një njeri aty, edhe ai në formë kishte një mendim të mirë, mja bujë në vendit që mos më kesh përdorë në këtë rast asetet e Kosovës. Edhe unë i thash, sa dhe nuk përgjigjna, thash dëgjoj. Thash ligji për hetim parlamentar, se unë isha deputet Bukurmati aty, i di përmand kështu. Thash ligji për hetim, po ja tham nenin, thash për hetim parlamentar, thash të krijon mundësi mu përgjigj, në kundërtën ta imponon mu përgjigj, edhe normal që ti në të prokurori ki mu përgjigj. A edhe kur shku, çka mendu që ka mirë me Albin Kurtin, që kur shku në burg, kom pas dikon aty gardianëve që nja, do me thonë s'pej studime, tha një 3 ditë ka najt me kollare, 2 minutë që ka me dole dhe i gjysore. 3 ditë me kravat. Ka najt burg, tha dhe dijo, edhe prej aty ka pas komunikim prej me dijonin që kjo punë është në rregull, të një gjatë rrugësa e ka po që këta e kanë përdor për punë tjera, kjo ka përfitu dhe aty. Unë i kom ngri këto çështje, unë im kon deputet aktiv të në nakot, edhe kër im kon pozit, edhe kër im kon opozit. Se çfarë deputete ke qenë, du me pyet Visari. Visari, keni qenë kolegë në Kuvend Kosovës, nuk e di në sa mandate, 2 ose 3, më duket. 2.
kundërshtar tash për politikë. Ti me vetëvendosje, kryetari vetëvendosjes një periudhë, Hajdari me PDK-n. Qysh keni funksionu, ta zomë ju dy? Po dash na kundërshtimin që kena pas politik me Partinë Demokratike të Kosovës, në atë kohë kur kom qenë vetëvendosje, kisha thonë që jo konë edhe ndryshëm në etapa, edhe pastaj natyrisht që ka dallu edhe për njerit njeri. Dhe me thonë, ka pas një numër të konsiderueshëm mendojnë të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe zoti Beqaj, të cilët prej përvojës politike edhe prej, si me thonë kështu, mendimit politik që kanë pas si parti, këta kanë qenë jashtëzakonisht kështu të mirësjellshëm edhe me vullnet bashkëpunues, për shembull në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka pas tjetër qëndrim kërgahi. Po edhe lëvizja vetëvendosje jo secili njeri ka pas qëndrimin e njëjtë, jo secili njeri është sill njëjtë kështu me radhë. Po përgjithësi unë mendoj që çore puna e deputetit, që ta e përmendi edhe Hajdari me plot drejt, puna e deputetit fatkeqësisht është më e madhe aty ku shihet më pak. Pra puna nëpër komisione, puna nëpër dokumente, procedura kështu me radhë, ndërkohë që deputetët të cilët nuk e shfrytëzojnë këtë mundësi, e kanë një farë tendencë me qenë pak më të zëshëm në për seanca dhe me majtë fjalime kështu. E unë i vlerësoj deputetët i mirë ose i keq, i dobishëm ose i padobishëm, në bazë të punës që e bojnë, kontributit që e bojnë në për komisione. Shpesher nuk shihet ajo? Shumë shpesh nuk shihet. Qëre, komisionet parlamentare të cilat tërheqin vëmendje mediatike, janë komisionet të cilat ose janë për shembull hetimore kur e ki një personalitet aty, ose në komision ku diskutohet një temë që është shumë temë e nxehtë. Po përndryshe shumica komisionet parlamentare nuk kanë interesim mediatik. Mirë, po puna profesionale e deputetëve është puna më e rëndësishme. Tash, për me ofru kontribut profesional deputeti, duhet me pas përvojë profesionale dhe përvojë jetësore. Që ti s'ki që ofron nëse nuk e ki. Pra nëse s'ki punu kërkon, nëse s'ki kërra përvojë, e ke kry shkollën edhe drejtë e deputet, me gjithë respektin, me gjithë me pas edhe asi, se ata duhet me marë përvojët. Po kontributi që mund me dhona tanë është i kufizu. Duhet me pranu. Tash, zoti Beqa, mendoj që ka qenë një deputet i jashtëzakonisht i dobishëm, edhe i Partisë Demokratike të Kosovës, po edhe i Kuvendit. Dhe me thonë, na i kemi pa dhe paraqitjet e ti, edhe punën e ti, unë edhe personalisht, po flas tash edhe që ka pa publiku, dhe në këtë drejtim konsideroj që njerëz të tillë i duhen Kuvendit për mendimin tëm për shumë arsye, pa njëra për arsyeve që mund duhet më rëndësishmja, është që njeri që ka qenë i gatshëm me dhënë jetën për Kosovën, mendoj unë e kqyr pak më mirë rëndësinë e institucionit. S'po them që ta tjerë nuk e kanë këtë kujdes. Po tjetër lloj kujdesi është ai. Atë që thonë prindit që e rrit fëmin, të kujdes ka për fëmin, ka shikej tjerë që kanë kujdesin si njeri. E mendoj që ky lloj sentimenti në Kosovë, pra ata që e kujtojnë dhe e dinë sa vështirë ka qenë me ardhe 100 pikë, tutna që o ka reduktohet në skenën publike. E pastaj na mujna me bo gabimet mëdha. Se nëse na mendojnë që krijimi i Kuvendit, krijimi i qeverisë, shpallja e pavarësisë, liria e Kosovës kanë qenë punë të lehta dhe të garantuara, sillmi pak më keq me to. Apo i bie kjo që jetë më dhanë një lloj garancie se sa më shumë element me të kaluarën e UÇK-s në institucione vazhdojnë me qenë garanci që institucionet do t'i ruajmë më mirë. Nuk përre të kuptoj vetëm të UÇK-ja. Kontributi, do me thonë njerëzit që kanë marrë pjesë dhe që e din sa vështirë ka qenë me këtu, që nuk e din gjithë. Disa prej neve kemi pa nga jashtë, pra plot procese që kanë ndodhur, na i kemi lexuar, pas kemi marrë pjesë. Disa prej persona kanë marrë pjesë, mirë po them që ata që e kanë kaluar çat vështirësi, e kanë vëmendjen për mendimin tëm shumë më të mirë se sa që e kanë këta tjerë, jo pse këta tjerë nuk dojnë, po sepse është çaj elementi që ty ton kohën ta sjellën kujtesë. Për shembull, Hajdari tha lufta është e lartë, po lufta është e lartë, veç mendjen tonë s'ka më hjekur. Ajo mund me kalu edhe 30 vjet, po ti apo çato kemi marrë me. Edhe çaj sentiment nuk e lën njëri pastaj me e keq përdor kuptimin, s'po flas kështu tash korrupsione financiare, po me keq përdor institucionin i cili o kriju me mund. Edhe me rreziku ato. Për shembull me marrë një shembull shumë thjesht edhe po e krive këto. Se cila gjë që mu ka blen nga prindërit e mi,
ka pas kujdesin më të vogël krahasuar me gjërat që i kom bleve. Pitë teshave të tjera. Se më kanë orë falë, kur vje falë që ishtu hajbese. Më vje apet. Njerëzit du të me kuptu këtu, liria nuk në ka orë falë. Shtetit nuk në ka orë falë. Po në kanë ndimu, hajde atje dhe shumë mirë. Edhe na du të me vazhdu, me kërku ndimin e me bashkëpunu me ta. Po falë nuk ka orë. Visar, unë kom pas rastin me qenë deputet, kur ishe ti aty edhe deputet, po kur ishe edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, me gjithat unë mendoj që edhe qëndrimet e asaj kohë me tani janë transformu të vetëvendosjes dhe nuk e dim tash cilë e qëllimi. Se duhet me ditë cilë e qëllimi. Kur thash Luf, unë kom pas shumë replika me vetëvendosjen, po të njëjtën kohë në grupe punuse dhe në komisione parlamentare, kur kona e mandamenti në ligjit që krijon një fuqizim drejtësisë për shembull, me shtu numrin e prokurorëve, gjyqtarëve, bashkëpunëtorëve profesional, na kena bashkëpunu në mënyrën më të mirë të mundshme për me pas një sistem drejtësisë më të fortë, por pa interferuar, jo si tani për shembull. Edhe në shumë çështje tjera që kemi menduar për ndaj projekt për zhvillim ekonomik, ndaj shkolla, ndaj cerdha, ndaj rruga, ndaj urë, edhe pse vetëvendosja në atë kohë ka pas një parim beke amandamente, po në fund nuk votoj ke buxhetin, po si do të jetë është çështje e opozicës, apo kupton? Kam pas amandamente, kem pas një bashkëpunim edhe niveli. Po, jo, me që i përmene amandamentet në buxhet. Jo, në vazhdimsi keni pranua amandamentet e vetëvendosjes, apo jo? Për 4 vjetë, qeveria Kurti, asni amandament të opozitës nuk e ka pranu. Që është dalim... Bebe, i kem pranu, këta jo që si kanë pranu, po jenë konë strikt kundër dhe nuk e kanë idin pëse jenë kundër. Ndoshta me dalë këtu të nivelli deputetve në përgjësi, po sidomos të vetëvendosja, ka orë të ropak nivelli i shumis deputetve, edhe deputeti tha Visari, për më horë aty një shënë komision parlamentar, ku jem në komision mbikëqyrë të financa, ose në komision e timur, kur i shoh për shembull shpesh ndodh pa media, sa me letë që ashtu do në mu deklaru pa media, deklarosh pa media, për çështje pak më konfidenciale, edhe kur ti e shet deputetin, kur e bë pyetjen, e shet që puna parë ti deputet. Unë mendoj që rruga me orë të parlamentit duhet me kone gjatë, jo punë e parë, edhe deputeti nuk duhet më marr punë, duhet më marr mision. Nëse kon misioni imi para 26 vite liria, sot është shteti, forcimi i shtetit. Unë nuk e marr van punë deputetit, unë e marr si shërbim për qytetarët e Republikës Kosovës. Kurse nëse një deputet nuk lën gjurmë aty, Visar, nuk di pse çndron. Për shembull, unë kur na kon opozit, kom çuar mandamente, kish Bedri Omza tër ministri i financave, tani kandidati unë edhe jam i bindur edhe besoj fuqishëm kryeministri i ardhshëm i Republikës Kosovës, kom çuar mandamente se shpesh kem negociuar me ministrin. Në atë kohë, thoj keme, alojmë rishikim, për shembull ishte një rast 34 fshatra ujtë të pijes. Thash, ministër, se zakonisht ministrat e financave kanë dëshirë mos me prishat balancin e buxhetit. Edhe kom shtia mandamentet, mi kanë përkra, kanë kalu, edhe kemë ofru shërbime. Une, me ditë që nuk munda me lot gjurmë për qytetarët, gjithandaj Kosovës nuk shkoj deputet. E përmene përbojnë e punës edhe jo pa qëllim. Ju keni qenë drejtari i Vërlepensit. Dikush ka mujtë me thonë që juve ju ka qu partia. Mbase ju ka qu. Mbase është edhe e vërtet. Por me gjithatë, tash kemi një situatë tjetër, një përmbysje të një praktike të mahershme. Të është edhe ju jeni zgjedhur në mënyrë të dyshimta, se të kundërlidhshme, ose po s'kemi pas prova në kuptimin përmbajtësor. Neve sot po na dalin prova. Dhe po na dalin prova se si ministrja e cila me ligj nuk guxon me pas qasje në procedura të caktuara të ndërmarrjeve të pavarura implikohet kaq rënd përfshir njerëz faktor të jashtëm të cilët nuk guxojnë me pas as qasje as informacion, si Diona Mihali për shembull. Tani mu m'intereson si e ke pa krejt këtë aferë e cila ka nisë shumë aheret me arrestimin e Faruk Mujkës, të cilit ju gjenden në shtëpi një 60.000 euro të pa deklaruara fare. Dhe tash me publikimin e mesazheve edhe telekomunikimit nga kolegu ynë Liri Mehmetaj,
e kuptum në fakt logjikën e funksionimit të partisë në pushtet, apo partisë shtet që kanë qef mu bo këta. Zoti Kajtazi, unë kom qenë kryeshef për 5 vite, gati 5 vite gjysi dëlvalis publike i Belepec, ku aksional ka qenë 100% ashtë tani Qeveria Republikës Kosovës bazë ligjit ndërmarrje publike. Edhe kur isha në atëherë, më kujtohet diçka mbledhjen e parë me menaxhmentin, kur i mbledh kryeshef, u koni konkurrencë e madhe, po koni i bërë kredibil. I bërë njerëzit të universitetit, njerëzit me shumë përvoja. Kur i mbledh kryeshef, takimin e parë me menaxhmentin, ju kom thonë dëgja. Unë nuk më me dashti Belepecin ma shumë se ju, se ishtë një farë gjenerate cilët ishin hinë praktika aty në punë, e menaxhmentit, ishin feju gjatë kohës punës, martu, shkollu fëmijët, edhe një formë bu deri në gjysh gati, një jetë. Kish, për shembull atë kohë kujto drejtori i financave, ish me bindje LDK, edhe kish hinë punë... Me LDK-n keni pas kështu për plasë. A ish me bindje LDK në atë kohë, edhe ishte një Shërmec Makulli në atë kohë, edhe une, kër e pyta në cilin vetë për në këtu, ishë vitin që kom lindun. Edhe atërë ishë, pëse thot poplit, vëlla zoti, nësaj pënën ti me për kundrazi du të mi kryu kushte. Unë dërë tjera të ju thashtë qërë, misioni jam, edhe i Qeverisë Republikës Kosovës, si aksionarit, është me rritë performancën. Unë kom dëshirë me ju me rritë, edhe me ju përshtatë rëthon aftreja që tash ku modernizu sistemi, edhe në atë ku ende kanë qenë me niva, i Belepeci, do kere niva, mu më kishin e një trem prej lufte, edhe punën e parë thash mi ndru... Lada ruse, gjithë. Mi ndru kere thash, do kere s'du mi po në teren. Edhe patën, po mdo këtë Mitsubishi do kere, i patën marrë të mira për teren. Hapi 2, e thome me keqale, po ende s'ka pas shumica zyrës, s'kan pas kompjutera, kanë pas macinat shkrimit, edhe atë hape bume dhe kem rritë performancën. Por, bordi u konë nivel, edhe kem punu shumë, punëtor që jenë konë veri, në Imani më shkuj kom vizitu disa herë. Kemi me folë edhe për këtë çështje. Që du me dalë shpejt që aty, edhe punëtorët e kanë pasë se kontratat të vjetra, unë e thash dhe qa, me unë mikë, sa ke meja kuna të deri 2007, dhe u bo shpallë parësia në 2008, edhe unë ju thash vendim prej një janarit 2000 edhe të gjitha kontratat duhet me kontreja, me listë punës. Edhe se cili punëtor i komunitetit sërë, pak në fillim ka kundërshtu, e ka pas kontratën nga një janari 2010 bazuar në ligjin e punës të publikuar në gazetën zyrtare të Republikës Kosovës. Do më thonë të gjithë, në gjuhë Shqipe edhe në gjuhë serbokrate si pas kushtetutës. Në njëjtën kohë, në atë kohë u punu shumë atje, kem ndrejsh pendën në kuptimin për rrugët aty mi pende këtu, dhe ka pas plot komunitet serb që na kanë thonë mundani me na pru sa ma shumë projekte se këtu bandat këtu pikës përdorin për veti dhe qytetarët kanë pas interes të integrimit në atë pjesë. Do më thonë do kem pas raporte për shembull çdo orë me njësi në Iman. Kem pas raporte i kanë zbatuar urdhrat e Prishtinës. Kurse te Mujka, te Mujka. Unë thash ngar, tani ka në listën garuse të Partisë Demokratike, kom po personalitetit që në kun ngarë me mu për kryeshef. Kom po dhe lista tjera, do më thonë edhe bordi u ku nivel, po dhe kandidati në kun nivel, ka pos profesora të universitetit, ka pos njerëzit që me të vërtet dojnë me din vlerën çfarë aseti vital është i Belepeci. Faruk Mujka fillimisht të zgjedh mirë të palishme. Unë kom thonë në parlament, kom thonë çdo kohë në për media, pse të palishme? Për më zgjedh ndërmarrje publike kryeshef, ose në bërë një ndërmarrje publike, edhe lokale dhe qendrore, kjo është qendrore, duhesh 36 bazë ligjit për ndërmarrje publike, është dikon një 17, nuk më kujtohet pika F, cila është atje, thot 36 muaj nuk i drejt me qenë i zgjedhur, i kandiduar ose i emëruar politikisht. Ai u kon asamblesë gjatë gjithë mandatit i lëvizjes vetë dosje në Mitrovic. Do më thonë... Nën kryetar? Edhe nën kryetar, po thëmë edhe asamblesë njëtën kohë i ka kry 2 puna. Tjetra, çka me thonë për Faruk Mujken? Unë i një punëtorët atje kom komunikim me shumicën e punëtorëve, si kom meqë, me punu 5 vjetë, ku kom punu i kom meqë, pavarësisht bindje dhe mendime fytyre politike. Forma që shë menaxhan ai ndërmarrjen, o zgjedh mirë të palishme, ma shumë ka nejtë në prokurori se sot në Belepens, ka pas komunikim edhe ndërhyrje të se mesat këto janë me të vërtet janë për prokurorin.
edhe për Artonin dhe për Dejonin. Unë e kom pa Dejonin që përzi shumë aty edhe të shitja energjisë elektrike. Ka pru kompani edhe nga Shqipëria, nga shumë mirë që ka pru nga Serbia, nga Macedonia, nga Grecia që kanë tregtu me energjin. Edhe Dejona kur një farë që thot popli, një farë udhëheci kryesor real i ndërmarrjes i BL5, po edhe i kekut. Kurse, këto thajt 60.000 euro. Kur basis shtëpia prej policisë, kur kjo ishte në hetime edhe ma parë, se Faruk Mujka nuk ishte një person kredibil, a ishte në hetime nga një kryetari komunës kër ishte atje, kishte shkel ligje dhe kishte përdor buxhetin edhe pozitës zyrtare, ju gjindën shpe 60.000 euro. Ne si zyrtar publik, visari e din, ti duhesh mi deklaru. Moment që si, edhe nëse ti ka fol dikush, ti ka ardhurot vllav motra, duhesh mi deklaru. Në moment që si ki deklaru, ki bu vepër penale. Unë mendoj që me këtë elit udhëhecë ndërmarrje publike, kry me Albinin dhe Dejonin, unë mendoj që nuk duhet me upko, po duhet me rrit numrin 130, Partinë Demokratike, me pruj qeveri që ka mision jo për çarje, po bashkim, edhe mundru këto si do ta marrë njerëzit kompetent, edhe në parlament, edhe në ndërmarrje, edhe në qeveri. Jo, po thon besojnë këto. Unë për shembull i kom pa kushin punë aty. O hi për shembull administratoria e vetë vendosjes, po mdo këtë Dex, Tynën, Malisheva, Piks, që ka marrë përvoj pune, e ka qitë punën që kun administratorë vetë vendosje. Nuk po, dhe që, është pagu jo prej buxhetit Kosovës. U pagu ndashta edhe në forma tjera dhe përbes se gjepav. Nuk është përvoj pune, ajo çfarë ka deklaru, ajo deri sa do është rast, suis generis që thojmë, në vetë vendosje në këtë rastet të Iber Lepenci kem plot raste se prej zyres përvoj në punës për herë të parë ka ndodhur në Kosovë me çut në parti politike. Do më thonë, a ki përvoj punë institucionale, thot po kom najtë zyret vetë vendosjes edhe e çan aty. Nuk po du mi një los ato familje, ata kanë pas nevojë do shta me ju në punë, po jenë edhe shumë zyrtar të lartë që kanë këtu kompetenca dhe me luftu korrupsionin, edhe shumë që i kanë qu gratë aty në punë i Berlepenc, i kanë qu familjarët aty, po nuk po nalen për këto. Po mbi gjitha, është ju kesh përdor buxheti i Berlepencit, ka qenë një projekt i modernizimit, aty një kompani dikun me sa kom informat tash kur Al Faruki rreth 2-13 milion euro ka qenë projekti i modernizimit kanalit i Berlepencit. Projekti më i madh i bankës botërore, me bankë botërore. Për rezervoarin e ujit për Kekun. Edhe tash ka qenë rezervori, jo, rezervori u hek në Mjaliç, tash Mjaliç u hek rezervori. Po du me thonë që e kanë hek këta çësha ka ndodhur, çdo kjo ka dalë. E ka shkput kontratën, që bazë informatave që kom kompania ka shku në arbitrazh, ajo mi bindun që ka me na dëmtu ndërmarrje në buxhetin. Kur e kanë shkput kontratën, e kanë shkput se pas pandemisë që rrit çmimet dhe kompania ka kërku mi arrit pak, u rrit hekri, u rrit për shembull betoni, u rrit. Ai ka ndodhur në krejt rajonin, edhe ka kërku mi arrit çmimin, këta nuk ja kanë rrit çmimin, ja kanë shkput kontratën. Pas një muaji kanë shpallë tenderin për të njëjtën punë. E kanë hek rezervorin e Mjaliçit, i cili ka qenë rezervor alternativ në moment avaria, po në kohë ndonjë një problem kanali kryesor, edhe ka posë rezerva për Kekun për me gjeneru energji elektrike, e kanë hek rezervorin, e kanë shkurtu atë projektin, disa pjesë ja kanë hek projektit, edhe kanë rrit buxhetin dikon për rreth 8 milion i kanë rrit më shumë. Do më thonë, aty ka punë për prokurorin, nuk ka punë për këto. Unë për Berlepencin, po tash po du me folë për shumë projekte, edhe këtë projekt unë kom punu edhe kom pru dejnë të avëllin me bankë botore, kom nis 5-0, e kom pru aty. Edhe fabrikës për ujtë Mitrovic, ja kem shtu kapacitetet në kotemen, edhe fabrikës ujtë Shkaba, edhe pa ndërtu fabrika për Prishtinën, kemi full, a mundet me ndodhë kjo kemi full. Për herë të parë, vetëm 96-ën ka ndodhë herë edhe s'ka funksionu, për herë të parë kër ishtë kriza me ujë, dikon vitin 2013, 14 e ku bush Badovcit, kem bush shumë të mira, po mbi gjitha në kohën time ka qenë edhe para meje një projekte i dytë, që ka qenë se vetë emri ndërmarrjes është Iber Lepenc. Edhe kem bisedu në atë kohë ç'është me funksionalizu projektin e Lepencit. Atër projekti Lepencit, përveç se zhvilloj ke pjesën e Kosovës ka në Morova këto prej Shterbse deri të Shtime,
furnizoj ke mujt pjesë, mujt industrial dhe gjeneroj ke energji, edhe krijoj ke rrit ke vlerën e turizmit në atë pjesë. Në atë kohë diku ka qenë projekti që mund ke moralizu, ishim komunikim me Bankën Botërore rreth 400 milion, tash besoj që ai projekt ka shkuar vlerë diku rreth 1 miliard euro, po ende nuk ka fillu. Jam i bindur që mas rrugëve, infrastrukturës rrugore, shumë çështje tjera, tash Kosovë projekti më i madh që duhet më ndodhë Leperci. Edhe ka më ndodhë Leperci, edhe unë si deputet VB, edhe Visar për ju premtoj që kam më punu shumë për projektet moja. Nuk kam më shku aty me marrë një pagë, përveç punëve që kem ditore mi bun grupe punusën komisione dhe në seonca, kam inicu edhe insistu në çdo kohë që mu implementu edhe projekti Leperci, sepse na nuk jemi deputet një zone, jemi deputet Republikës Kosovës, kam mbështetjen nga gjithë Kosova edhe do të shërbej për krejt Kosovë. Zoti Besa, du me të pyet edhe një çështje, para se me marrë fjalën Visari. Ku është shpalljes pavarësisë Kosovës? Ne kemi tashmë një akt akuzë për disa tre terroristë të cilët sulmuan kanalin e Ibrit një vit më parë. Akt akuza me prova të jashtëzakonshme, e cila është kryer me ndihmën e FBI-t. Pra gjithmonë Amerikën ne kemi me na ndihmu në këto momente të vështira. Po periudha e shpalljes pavarësisë Kosovës ka qenë periudha ma e ndjeshme dhe me dilema shumë të mëdha se çysh kanë me vepru edhe mosil sërb. Njëna prej dilemave që ka qenë, apo kujdesi i jashtëzakonshëm ka qenë sabotimi i aseteve jetike vitale të Kosovës, dhe njëna prej tyne ka qenë ujmani dhe kanali i Ibrit. Dhe sa e di unë atë kohë, Kvori ka ardhur tek ju, i ka marrë të gjitha skicat, i ka marrë të gjitha projektet dhe ka fut nën kontroll, nën kujdes kështu 24 orë me trupa edhe ujmanin edhe kanalin e Ibrit. Më tregon çysh ka qenë kjo. Unë kam informatën e duhur, por unë atë kohë nuk isha në IBLPS, kom qenë kabinetin e Thoçit, kom qenë shefi kabineti 40 kryeministrave dhe kom qenë si këshilltare i zotit Kuçi, i zotit kryeministrit Kuçi, por kemi qenë në vazhdimsi në lidhje me çdo veprim që ka ndodhur me menaxhu situatën, por nga informata që kam drejt për drejt aty, kanë qenë i bashkëpunim i krejt akterve. Se shpallja nuk ka ndodhur pa bashkëpunim. E në këtë pjesë Kvori ka pa marrë krejt mosat, edhe të penda e ujmonit, edhe penda 2 që është penda Pritëvëric aty që është, edhe të pjesa kanalit që në atë pjesë që mos me ka pas informatat që mund ndodhë ndonjë sulm ndaj pendës ose sulm ndaj kanalit, që për mendimin tim ma shumë do shtë edhe koni pa mundshëm, po krejt akterët që në kone të sigurisë shtetit të përfshi Kvori ka bërë rolin kryesor. Unë edhe gjatë mandatit tim, për shembull kur kom menaxhu ndërmarrjen e IBLPS, kom pas bashkëpunim të vazhdueshëm me Kforin, edhe për atë arsye nuk kem pas asnjëherë problem. Se ndoshta në tret naci kem shtin gjenerim, tret naci kem thonë me lëshujt, ma shumë me nal pakujt, domethënë ka funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme, po qëllimi jo në atë lokon funksionimi dhe integrimi e jo me shit filma çka po bojmë. Mu më kanë thirrë edhe në atë kohë e Dita Tahiri përfaqësuese për negocim në Bruksel, unë jam koni ftuar njëri prej njerëzve me marr pjesë, dhe unë kom thonë dhe që mos shkojmë krejt atje, që na përmes në bashkëpunim edhe me Kekun, ishte edhe kryeshefi Kekut, po atër zoti Albert Xhuka, i kem thonë, po bashkëpunojmi, që në unë ju pajisi me materiale prej këtuit, edhe s'kem nevojë marrë krejt kryeshefat në Bruksel. Po kuptos që më shku në Bruksel, po i kom pajis në mënyra ditore edhe ditën, edhe krejt na kemi bashkëpunim, se për shembull atje asetet e IBLPS-it kanë rëndësinë e veçantë përveç furnizimit me ujë të pijes, me ujë industrial, me gjenerim të energjisë, për Kekun me kon funksion për furnizim krejt shumicës Kosovës, më thon krejt Kosovës qendrore, ai ka edhe për shembull të gjenerimi energjisë elektrike, aty në 2 generator ka 17.5 MW, po do më thonë që ka mundësi edhe me pru gjenerime të reja, tash për shkak të rrethonave të reja, por ai ka pas edhe një rol tjetër që për shembull shpesh kur dal prej sistemit gjenerimi energjisë elektrike në Kosovë është edhe stacioni atje i Vallaçit, që është i Kekut, i Korporacisë Energjetike të Kosovës, ka pas rolin
e ma shumë me qenë në dispozicion me pas energji që në moment caktu me shti në funksion, sepse duhet me pas energji për me shti prapë në funksion. Unë jam jurist me profesion, e thatë ashtu, por më ka ro me menaxhu këtë pjesë, edhe u dosh me pas sinkronizim të shumë institucioneve, shumë akterëve, edhe u dosh me pas njerëz kompetent që me konë funksion se cili mekanizëm i shtetit. Tani unë nuk du me thonë, po e njerëzit aty në Belepens kanë shumë presion politik edhe janë të interesuar shumë e kanë shu punën, aty ka punë prokuroris ndoshta monol, për shembull ju kanë ofruar pako për 24 pagat për asnjë drejt ligjore, kush do me lshu punën, po kush e lshu punën ti mundesh për kodra që janë të pritës, jo për kodra deficitor. Edhe me njerë ende pa i alshu mjetët 24 poga, për shembull zyrtarit fjale e kanë marrë zyrtar tjetër në punë. Unë mendoj që e ndërmarrin kek që kam informata, një Belepens, këtu tjerat kam ma pak informata, këtu nuk ka punë politika, as kryeministri Homsa, aty duhet me instalu një bord profesional, një menaxhment profesional, në këtë rast një kryeshef profesional, dhe duhet me u marrë prokuria për këto tjerat. Ai që shkon nuk duhet me marrë me këtë pjesë, po duhet me marrë me misionin me ecë përpara. Aty me po ty, për shembull, që janë çish më thon presion punëtor që me të ardhë gjëna prej tyne. Vetëm kush nuk ka zgjidhje tjetër sekreti do lshu punën. Edhe pse i kanë pas pagat shumë të mira në raport me kohën. Tash ti ka hec inflacionin, shtrajtu çmimet edhe normal çfarë paga do të mi rrit. Zoti Pesa, ju kemi afru fundit, natyrisht shpejt, po sa dush në një kohë. Po do më kthy pak në degën e juaj në Zgjakov. Dega e PDK-s Zgjakov nuk ka qenë e para asnjëherë atje. Megjithatë, njerëzit ju kanë votu, ndonë se degën e keni pas mat vogël. Tash e keni rrit nduket për 1-2 këshilltar komunal, që ju e quni asamblejist, po këshilltar komunal janë ata, e keni rrit PDK-n në Zgjakov. Sa ka qenë për juve e vështirë, duke mëse pas, si me thonë degën, shumë të fuqishme, natyrisht jo me krahasu me Skendera, se Drena, se këto degë të mëdhaja, po ndërkohë me marrë vota për deputet. Unë kam shku... Se paka shumë koncentrimi i gjithë juve që jeni në garë, jeni në bazat e juja ku do një mi marrë vota. Unë mendoj, personalisht mendoj mi marrë votat krejt Kosovë. Unë jam për arsye që kom dashur edhe du edhe në atë kohë kur jam shku në koordinim me kryetarin Thaçi, pastaj kom vazhdu me kryetarin Veseli. Qëllimi u kon me po një degë pak më funksionale. PDK në atë kohë nuk u kon shumë e fort duke qenë i ka pas rreth 1650 vota. Unë im bu kryetari degë se me 17 janar 2013 edhe në zgjedhjet e para kom arrit me çu Partinë Demokratike rreth 8.000 vota, dikon rreth 7.000 vota. Dikon rreth 7.000 vota, po tash aty ka qenë ndoshta pak më pak. Mbi 5.000 vota. Ishte po një rritje e madhe. Kurse unë isha kandidat për kryetar, por nuk e vazhdova se mendoj isha me kriju një elitë tjetër dhe na mi ndihmu ata. Pastaj ka pas kandidat tjerë, po PDK ka pas ngritjet e zbritjet e veta, po në kohën kur ne kom ofru partinë mi pas 7.000 vota, bashkë me shumë strukturat Partisë Demokratike, partia më e madhe ka pas 10.000 vota. Para se me shkone, PDK-ja kon diko 6-7 partinë Gjakova dhe PSDK-ja, deri edhe ora UDG në kon para saj, LDK-ja s'po flas. LDK-ja s'ka mujt më kur me na kalu, këto tjerat jenë kon çdo herë mas neve. Në zgjedhjet fundit kom qenë Barcilistë, se pat mas e marrjes se zotit Thaçi Veseli në Hag, e pat një fal ramjet PDK-ja, edhe jam shku vetë Barcilistë dhe qëllimi jam u kon me bo një rikthim të bazë PDK-s, që kem shumë djevë dhe vajza dhe struktura të mira atje, kemi të rritim nga shkurti deri në tetor dikon 1500-600 vota Partinë Demokratike, tani nuk i kemi dikon rreth 6.000 vota, pak ma pak se dikon 70 vota, ose rreth 100 vota ma pak se sa 6.000 vota, po jemi bindur se në zgjedhjet e para që të vinë lokale
PDK është e mundshme kandidati si kandidati janë nga pratë e PDK-s me udhëheq komunën, po jam e bindur edhe besoj fuqishëm e kem punu, që i falenderoj secilin 33 atje, secilin strukturë antarë dhe mbështetës Partisë Demokratike, që aty punu çdo ditë, jam i bindur se që ky trendi rritjes nga janori që ka ndodhur prej 4.500 vota mi bu 5.900 vota, pej shkurtit në tetor, do të jetë më i madh nga tetori në dhjetor dhe trendi do të rritet dhe PDK u rikonsoliduar, kemi një mekanizëm këtë rast të mirë, një staf të mirë, kemi struktura të mira dhe unë si kryetari Deks që jam mendoj që vitin e ardhshëm PDK ka zgjedhje dhe do të mundohemi që të ofrojmë njerëzit sa më shumë që të jenë konkurrent për me nxo vendin e parë. Realisht në këto zgjedhje lokale edhe në pejsi më shku në Gjakovo, nuk kem pas mundësi me dalë ende të partë, po ta shumë mundësia me dalë të partë, po kem qenë faktor determinues kush më bu kryetar, kjo nuk mjafton, tash edhe mu nuk më pëlqen a me më bu visari apo vebia, edhe në kohën e fundit, me gjithë punën që ka pas Albian Xhini, sikur PDK-ja në peq zyres me panajt Prishtinë, dikon 1.700 vota PDK-s me pacit ka ona tjetër, kishku për Dianxhini, do më thonë, sepse kjo është matematika, po unë shka thonë që PDK-ja o mirë, unë jam i bindur që atje në Gjakov bendshëm matë votunit, na kemi edhe kandidatë mirë tjerë, po bendshëm do t'jem matë votunit unë sekretari Deks, edhe kandidat që nga Gjakov, po kryeministri i Kosovë zoti Hamza, po do t'jenë edhe kandidat tjerë se na jemi një zonë zgjedhore. Unë mendoj elektorati duhet me votu kështu vebi. Unë si qytetar kisha votu kështu. Për shembull, Mas pari ty, thua. Ja, tash pa dole aty. Qytetari nuk duhet me votu, është jonës tonë, jonës të aty nëse Kosova është një zonë zgjedhore. Unë jam me pas shumë zona zgjedhore, po tani jam qëtësidat. Ky ligj, nuk me ndrojmë ligjin zgjedhje. Edhe duhet me pas konsensus dhe vullnet politik më ndru ligji, sepse duhet me pas shumicën e votave në Parlament Kosovës, të i përfshi edhe komitetet jo shumicë, për shkak se është një punë kushtetuese, një punë më e madhe. Po tash jemi këtu ku jemi. Unë shumë miq e dashamir, njerëzit që njën Republikë Kosovës nuk i kom thirë, një rast e pata po më pyesin për një mikë suare e ka ke thirë, thash një herë kom thirën ato, kur i ko shuk 99, 98, mos e thiri, sa i kom e më përkaq do herë, po du me dalë kështu. PDK, unë si votus, do është me ta bërë, që vetëm stopi mbylli. Si votus, du të mi votu një, mendoj, se cila subjekt, po dhe Partia Demokratike, votusi, du të mi votu 6 vetë, që mendon që i vynë Kosovës në parlament. Pavarësisht ai një asi një. Edhe një 4-3-4 për shhatër dikuj, për shembull shoqëri, se nuk është parlamenti me të bu deputet për hatër, po duhet më shku aty me bu punë, me shërby qytetarëve, me javletu jetën. Andaj unë pres vota nga krejt Kosova, e bazën zakonisht çdo herë kom pas se në Prishtinë me rrethin e Dej Frejzajn Kaçanik, e po Drenica, e Den Mitrovic, po edhe Gjakov me rrethin duka gjenos, besoj që kem kandidat tonë janë serios, po besoj që jem kandidati më i mbështetur. 8 komuna jem kur më i votunin zgjedhjet e shkurtit. Në Klin, në Istog, në Pej, në Deçan, në Junik, në Gjakov, në Malishev, në Rovec, po flas veç për Dukaçin, se ka plot komuna tjera se kur më i votu. Edhe nuk ka deputet PDK në atë pjesë. Jam i bindur që tash ka më pas shumë deputetë nga ajo pjesë. Fali se kështu, zoti Beri, tash spari, natyrisht deputetët duhet për një me i zgjedhë me kujdes, unë mendoj, sepse rëndësia e deputetëve është shumë e madhe. Tash na kemi pa në kuvend, gati se në secilin periull, po këtë herë ma shumë duket që ki deputet që për 4 vjetë kur guhen se ka qilë. E kur një punë se ka kry. Me gjithë respektin, nuk s'ka që ka të vyjnë ai deputet. Si me marrë dikon punë që s'ta kry punë, që ka më ditë. Po kështu po du zoti Beri, se e përmendet disa herë dhe me thonë që PDK-ja ka me urit, Bedri Hamza ka me bo kryeministër, pra për folni me siguri. E kemi një element në këto zgjedhje që unë mendoj që pak është i veçantë krahasuar me këto procese zgjedhore, ajo është për shkak të periudhës, pra festave të fundvitit, ardhja e mërgatës. Ju veni nga një zonë që ka shumë mërgatë. Pra zona Gjakovës, përgjithësi Dukaçini, po veçanërisht zona Gjakovës ka shumë një gjashtë. Secili njeri që pyet në Kosovë thonë ja mërgata është me vetvendosin. A ka me ndryshu që kjo rezultatin elektoral? Qysh është rinio? Do të thonë, a është kaq, si me thonë, mërgata e mobilizume prapa vetvendosës qysh mendova, qysh është triju një farë besimi? Zoti Visal, unë e shoh mërgatën favorite për Partinë Demokratike,
sepse kur ka votu prej jashti, ka mujt mu manipulu prej nështë në kompanije të caktume, edhe tani kur vinë Kosovë shë një votë shtesë, unë e kom pa në Gjakov, e kom pas tubimin elektoral me datën 22, edhe zëtor tani, tubim elektoral ku ishte edhe kryeministi i ardhshëm zoti Homza, dhe frym që mi kanë dhonë tubimit jënë kur mërgata. Do që kanë fillu me orë, me njëherë, ata i kom pas aty, krejt njerëzit si njëtë mërgatë, që i kom pas miqë, priullat ndryshme, të kodë ndryshme nërë aty. Unë të thome për përgjithësi, do të flasim edhe pas zgjedhjeve, që mu personalisht vetëm mërgata mi rrit 1.000 vota të Gjakov, që me pa votu prej atjet jënë kun 200 vota. Të kje parasysh që e shoh vlerë qëtume, na kur kem thonë që zgjedhjet ndoshta pak mirë mi mojt ma herët, ka qenë ideja që mos mi oprishe planet e festa, sa të e nërë për me festu, nuk jo nërë me votu, përgatën e shoh si vlerë qëtume edhe në zgjedhje. Përveç që ka me në dhoni infozjan, mërgata edhe ekonomik, edhe e çdo herë, është dikon rreth 1.300 milion euro në vit që ata i binë mjetën në Kosovë dhe thjesht janë arteria kryesore zhvillimit në Kosovë, por mendoj që përveç se tash kur vinë ballafaqohen me shportet familjare, ballafaqohen me faturat e energjisë, edhe ata që kanë ndoshta në hezitim, e kanë me po që është një projekt konkret, që e din ku ka më shku, e ka projekt, e ka mbështetjen edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe të Bashkimit Evropian, edhe është një projekt imagjinor i cili ende po shet kopolla, e theti në fillim po ta përsëriti, është një fjalë popullore, nëse dikush don me shit një shtëpi, pyetë mas pari, a e ka bu vetë, ja ka bu baba, ja ka lu baba. Nëse ja ka lu baba, e në bleje. Ja, Albin Kurtit me kesalli thon po ja ka lon tjetër kush këtu, ata që ja ka lon janë krejt populli, përveç aty janë themelues të shtetit, që mohën padrejtësisht në Hoga, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Coli, Pjetër Shala, të tjerë topje, secili që janë aty, ata padrejtësisht e paguajnë tash edhe çmimin e lirisë. Unë jam shumë i bindur që në Kosovë, me 28 dhjetor, ka mu bëj ndryshim i madh, në njerë festa e Kosovës ka mi dha Bedri Homza bashkë me partner tjerë, edhe me subjekte tjera institucione në fillim vitit, dhe jam i bindur dhe besoj fuqishëm që shëllimtarë që kemë kanë më këty ma të triumfues se çdo herë edhe Kosova ka me i fillu me hecë ora për para, se me keqari thëmë për na kanale ora në Kosovë, edhe na nuk kemi ndonjë zhvillim. Bedria ka me mundësu edhe mërgatë që me i pru përvojat këtu, me pru eksperiencë këtu, me i pru mjetet këtu për me investu, nëse atër ka qenë akter kryesor për me zhvillu vendin e me bu luftën, sa duhet me konë akter kryesor me ecë për para, sepse na kem shumë djeve vajzat shkollun, që në Zvicër, në Gjermani, në Angli, në Amerikë kanë suksese, ato përvoja me pru në Kosovë, atër na shkojmë atje ku përdojmë me shku si Kosovë. Mes të dielen me 28 dhjetor, të gjithë në qendrën e votimit. Numër 28 në listën e PDK-s është Hajdar Beqa, që ku e keni, e dëgjuat vetë. Unë mendoj që zoti Beqa dhe tjerë si ky i duhen kuvend Kosovës, nëse për kurrë tjetër, për të kalumen dhe për përvojën që kanë në kuvend dhe në institucione. Mirupafshim.